Shqipëria i vetmi vend në botë që nxjerr naftë dhe del me humbje. Ari i zi, për të cilin nuk rreshtin luftrat civile, ushtarake dhe ekonomike, është burimi më i madh i të ardhurave kudo ku nxirret, është industria më fitimprurse në glob, është industria që ka krijuar megjistan sipërmarrës në çdo vend të botës, është produkti që lëviz ekonominë botërore, bursat dhe shkëmbimin e valutës, çmimet në treg, thuajse gjithçka. Nafta është produkti më i shitur dhe më fitiprurës, edhe në prodhim, edhe në tregtim, në të gjithë botën. Si është e mundur vallë, të shposh dhe të nxjerrësh naftë dhe të dalësh me humbje? Kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Indivin me damarin e sipërmarrësit shpojnë për ujë dhe mes ujit nxjerrin fitime të konsiderueshme. Marrin ujin dhe ja shesin popullit me shishe në litra. Të shposh dhe të nxjerrësh naftë dhe të dalësh me humbje? A mund të ndodh kjo? A ka logjikë ekonomike, financiare, tregtare, menaxheriale, sipërmarrëse kjo? Përderisa kanë 30 vite që dalin me humbje, përse shpojnë atëherë? Qeveria duhet të ndalë urgjent një industri që i shkakton plag vendit. Apo jo shoqja Anila Denaj? Apo jo shoqja ministre? Ja një pasqyrë se si dhe sa kompani, përmbledhta azi, kanë kaluar nga burimet e naftës shqiptare. Kanë dalë me humbje, kanë falimentuar dhe janë zhdukur, askush nuk e di se ku. Jo vetëm kaq, i kanë lënë edhe shtetit, tatimeve, miliona euro pa paguar, si barë fiskale, do me thënë popullit. E kemi paguar një herë naftën duke blerë. Tani do e paguajmë prap me rritjes së taksave, për të mbuluar deficitin buxhetor nga ata që nxorën naftë dhe na bën naftën. Ka Interpol të paktën që të merret me gjetjen e këtyre që ikin, sepse ka raste që për një gjop parkimi 10.000 lekë të vjetër të papaguar, të gjen qeveria ku të jesh. Një nomatologji kronologjike e disa kompanive që u shkatëruan financiarisht, që falimentuan duke nxjerrë dhe shitur naftë, dhe që u zhdukën nga toka e arbërit, duke lënë qindra punonjës të papaguar për muaj e muaj dhe miliarda dojtrime në shtet. Kontrolli i lartë i shtetit thot se afro 50% e borxhit të papaguar në shtet buron nga sipërmarrjet VIP, nga këta që nxjerrin naftë dhe falimentojnë të shkretët. Debitori më i madh në shtet është rafineria e naftës Armo. Pasojnë kompani të tjera debitore, Jonian Refining and Trading Company, Bankers Petroleum, kompani të cilës ministre e financave Anila Denaj i fal një gjop për 120 milion euro. Pse? Kompani të tjera debitore janë Simons Edeco Limited, Anika Mercury Refinery Associated Oil, që në QKB figuron akoma si të jetë pronare e Armos. Kompania TPD Trading Petrol and Drilling e lidhur me rafinerin, ka me miliona euro detyrime edhe kjo. Ka edhe shumë të tjera, por që ta mbyllim listën e nekrologëve të naftës, këtë vend nderi e ka kompania Gulf që u shfaq me pompozitete hollywoodiane dhe iku me pompozitetin e një gangsteri, si vetmi rjet që ka tregtuar naftën e Armos. Total detyrimesh vetëm nga këto pak kompani që përmendëm, sepse ka edhe të tjera, shkon në vlerën mbi 300 milion euro, nga burimet që janë publike. 33 vite, qeveri pas qeverie, lejon vjedhjen, abuzimin, korrupsionin mbi një pasuri natyrore kombëtare, pasuri e shqiptarëve. Qeveria në bordet e këtyre kompanive ka përfaqësues të saj, antar bordesh. Çfarë bëjnë këta antarët e bordeve të qeverisë, teksa nafta vidhet? Bëjnë një asgjë në rastin më të mire, por jemi në rastin kur asgjëja merr vlerë, që do të thotë se antarët e bordeve ndër vite, veç pagave të majme, patjetër që janë ngrasatuar. Pasuri natyrore, burim miliarda eurosh që avullojnë në kontot bankare dhe në parajsat fiskale. Të atyre që një herë në 4 vite vinë dhe të lypin votën, kërkojnë të menaxhojnë pasurinë kombëtare, duke ta vjedhur atë. Por, lajme të mira vinë nga BK dhe Spaku, lidhur me vjedhjet që kanë ndodhur ndër vite nga shtetarët dhe sipërmarrjet e naftës shqiptare. Shesin ujë dhe dalin me fitim sipërmarrësit. Në Shqipëri nxjerrin dhe shesin naftë dhe dalin me humbje. Mast Channel. Please subscribe.